Luana Vjollca po shijon suksesin e saj të parë në kinematografi me filmin Polic për jetë, ku luan krah emrave të njohur si Olsi Bylyku dhe Nik Xhelilaj. Gjatë premierës së mbajtur së fundmi në qytetin e Shkodrës, vëmendjen nuk e ka marrë vetëm shkëlqimi i saj si aktore, por një reagim i papritur dhe mjaft domethënës gjatë një intervista. E pyetur nga një prej gazetarëve të pranishëm nëse e ndjek edicionin e Ferma VIP, përgjigjja e Luanës ishte më së qartë. Papritur ende që gazetari të përfundonte pyetjen sapo dëgjoi Ferma VIP, Luana me një jo të thatë, një të qeshur të lehtë dhe duke kthyer kokën menjëherë nga ana tjetër për të injoruar çdo pyetje pasuese, ajo e mbylli aty diskutimin. Ndonëse se një veprim i vogël dhe një përgjigje me vetëm një fjalë, ky reagim flet duke konfirmuar gjithçka. Prej kohësh rrjeti zien për një krisje të thellë në marrëdhënien e saj me Arbana Osmanin, ku madje është aluduar vazhdimisht se Arbana u bë shkaku kryesor për largimin e Luanës nga Top Channel. Kujtojmë se vitin e kaluar, pikërisht, ishte Luana Vjollca ajo që moderoi me sukses formatin e Ferma VIP, ndërsa këtë vit u zëvendësua nga Arbana. Ky injorim publik nga ana e Luanës tregon qartë se raporti i shumë përfolur mes dy moderatoreve të njohura mbetet po aq i fortë dhe i distancuar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.